Kjo flumjatit e birit e shpirtit shenjt. Kjo flavdua e nderua zoja bekuar me nanetën Zot. O Jezus jem, na I falim mëkatet tona, pështona prej flakës të ferrit, çojnë parriz gjithë shpirtnat, por sidomos ata që kanë ma shumë nevojë për mëshirën tënde. Në të dytin shenjtë të lumnisë, të mendojmë se Jezu Krishti 40 ditë pasi u ngjall, u ngjit në qiell ditën e shëlbumit. Aty ju në 100 qiell, shenjtë na u qoftë emri jot, ardh pritnia jote, u ban vullnesa jote, si në qiell ashtu ndë. Të fali Mari, hirë plot e Zoti me ty, bekua e mbi gjitha gratë e bekua në fruti I barkut tant Jezus. Të fali Mari, hirë plot e Zoti me ty, bekua e mbi gjitha gratë e bekua në fruti I barkut tant Jezus. Të fali Mari, hirë plot e Zoti me ty, bekua e mbi gjitha gratë e bekua në fruti I barkut tant Jezus. Të falmi Regjinesha, nana e mshishme, jeta, ambicimi e shpresa jonë, të falmi ty të trasim na të shkrit, bite e Evës, tu e fsha, tu e gjimua, tu e kjoj, në këtë sheku plot me lot, dhe prap pajtoria jonë, ata sënë të mshishmit tu, cili prej nesh e Jezusin të bekuar emrin frutin barkut tanë, ne mbas këso shkretije na kalzo, o e dhimshmja, o e buta, o ambla Virzna Mari.
Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Paqja me ju. I nderuari im Zot Rok Gjalleshaj, të dashur freten, motra, prindër dhe besimtarë. Sot me zemër të hapur dhe me gëzim të madh jemi mbledhur këtu për të marrë sakramentin e krezmimit. Kjo ditë është shumë e veçantë për ne, sepse përmes Shpirtit Shenjtë dëshirojmë të forcohemi në fenë tonë dhe të ecim më afër Krishtit. Ju falenderojmë që jeni mes nesh në këtë moment të rëndësisë së jetës sonë shpirtërore. Prania juaj na kujton lidhjen tonë me Kishën dhe na jep kurajo që të jetojmë si të rinj të krishterë me dashuri. Ne dim se bota shpesh na vendos përballë shumë sfidave, por sot duam t'i hapim zemrat tona veprimit të Shpirtit Shenjtë, që ai të na udhëheq në rrugën e së mirës, paqes dhe të vërtetës. Lutuni për ne që të mos kemi frikë, ta dëshmojmë fenë tonë në familje, në shkollë dhe në shoqëri. Të jemi gjithmonë dritë për të tjerët dhe shembull dashurisë së Krishtit. Falenderojmë ata që na kanë ndihmuar në rrugën deri këtu, fretnit, motrat, katekistet, prindrit tanë, nunat, nuneshat, që tani do të na shoqërojnë deri para alterit. Falenderojmë Monsinjor edhe një herë për praninë dhe shërbimin tuaj. Zoti ju bekov dhe ju mbajt me shëndet të mirë. Ju lasht forcë në misionin tuaj baritor. Falenderit shumë për përshëndetjen dhe fjalët që i drejtuat. E dashuri patërmirash, motra të nderit, të dashur vëllezër dhe motra, ju kandidat që jeni këtu para alterit, që e keni rrethu alterin të shenjtë, që sot do të merrni krezmimin e shenjtë, prind, nuna, sot Kisha Shenjte feston festën e rreshajve, zbritjen e Shpirtit Shenjtë dhe mbi apostoj dhe lindjen e Kishës. Dua që në fillim t'ju uroj të gjithë këtë festë të madhe e të shenjtë. Por edhe më madhështore këtë festë pikërisht e bën sot këtë meshë kur e ndajmë sakramentin e krezmimit. Që me mujtë si lypet me i kremtu këto misteret e shenjta, atëre ju ftoj gjithë që të ndohemi për mëkatet që i kemi bo, dhe që t'i kërkojmë falje Zotit, edhe të mundemi në shumë gëzim të festojmë festën e sot me sakramentin e krezmimit, si edhe meshën e shenjtë. E tash gjithë zbashku të themi, po i rrëfehem Hyj gjithë pushtetshëm pas mëshirë për ne, na i falt mëkatet tona dhe na përcjellt në jetën e pasosur. Lavdi i qoftë hyt lartësi që llohorën.
Të lutemi. Ohin, ti me misterin e festës së sotme, e shenjtron kishën tënde të gjithë mbarshme, të përhapur në çdo vend e në çdo kom, zbrazë dhuratat e shpirtit shenjtë mbi të gjithë njerëzit, e vazhdoje në zemrat e besimtarëve veprën e dashuri, që ti e ndërmore në fillimin e predikimit të Ungjillit, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënë, që me ty jeton e mbretron në bashkim me shpirtin shenjtë hyj, për të gjithë shekujt e shekujve. Lexim prej veprave të apostujve. Kur erdhi dita e rrëshojve, të gjithë ishin së bashku në të njëjtin vend. Dhe ja, papritmas, u ndje një ushtim nga qielli, si shungullim e erës së fortë dhe mbushi të gjithë shtëpinë ku ata ishin. Atyre, atëherë ju duken gjuhë, si të ishin zjarri. Këto u ndanë e zunë vend nga një mbi secilin prej tyre. Të gjithë u mbushën me shpirtin shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të ndryshme, ashtu si shpirti shenjtë i shëndriste të shpreheshin. Dhe aso herë në Jeruzalem banonin judenj, njerëz të përshpirtshëm, të ardhur prej të gjitha kombeve të botës. Dhe kur u dëgjua ajo ushtim, nga rendi një shumicë e madhe dhe mbetën të habitur, sepse secili i dëgjonte duke folur në gjuhën e vet. Të gjithë çuditeshin e u mrekullonin dhe thoshin: këta njerëz se po flasin, a thua vallë nuk janë të gjithë Galileas? Po si atëherë secili prej nesh nuk i dëgjon duke folur në gjuhën e vet amtare? Part, Med, Elamit, banor të Mesopotamis, të Jugdes, të Kapadokis, të Pontit e të Azis, të Frigjis e të Pamfilis, të Egjiptit, të krahinave të Libis dhe rreth Cirenës. Njerëz të ardhur nga Roma, judenj e proselit, Kretas e Arab. Të gjithë ne po i dëgjojmë duke shpallur veprat e madhrueshme të hyjit në gjuhët tona armëtare. Fjala e Zotit. I qofshin falje e Zotit.
Lexim prej letrës së parë të Shën Palit apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, askush që flet në ndikimin e shpirtit të hyjit nuk thot, qoftë mallkuar Jezusi, por edhe askush nuk mund të thot as Jezusi është Zot, veçse në veprimin e shpirtit shenjtë. Dhuratat janë të ndryshme, por shpirti i shenjtë është i njëjtë, edhe shpërbesat në përhapje të ungjillit janë të ndryshme, por Zoti është i njëjtë, po edhe mënyrat e veprimit janë të ndryshme, por hyji është i njëjtë, ai bën gjithçka në të gjithë, secili merr dhuratë të veçantë të zbulesës së Shpirtit Shenjtë për të mirën e përbashkët, dhe një mend sikurse një trup i vetëm ka shumë gjymtyrë, e të gjitha gjymtyrët e trupit. Edhe pse shumë nuk trajtojnë por një trup të vetëm, ashtu edhe Krishti, vërtet në një të vetmin Shpirt Shenjtë, të gjithë jemi pagzuar për të qenë një trup i vetëm, si hebrejt ashtu grekët, si robërit ashtu dhe të lirët, dhe të gjithë kemi shuar etjen në të njëjtin Shpirt Shenjtë. Fjala e Zotit.
Zoti qoftë me ju. dhe me shpirtin tënd. Lexim i Ungjillit shqejt sipas Gjonit. Në mramje po të asaj dite të parë ditë javës, ndërsa dyert e shtëpisë ku balojnë nxënësit ishin të mbyllura prej frikës së judejve, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe tha: "Paqja me ju." Si u tha kështu, u tregoi duart dhe krahërin. Nxënësit u gëzuan kur e pan Zotnin. Mandej u tha prap: "Paqja me ju. Sikur se më dërgoi Muati, ashtu unë ju dërgoj ju." Si foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha: "Merrni shpirtin shajt. Atyre që u falen mëkatet, u falen, e atyre që nuk ja falni, nuk u falen." Fjala e Zotit. Shumë i nderumi atë. Këta besimtarë të kësaj fëmijë shtanohet në Tuz, kërkojnë që t'i pranosh për sakramentin e përforcimit. A janë të përgatitur për të pranuar këtë sakrament? Katekistët e tyre me kanë referuar se kanë dëgjuar me vëmendje fjalën e Zotit dhe kanë mësuar doktrinën e kishës së shenjtë, që në sajt e veprimit të shpirtit shenjtë të bëhen dëshmitar të Krishtit në botë. Me gëzim të madh, pranojmë këtë bi dhe bia për sakramentin e përforcimit. Falenderojmë hyn. Qoftë lëvduar Krishti. Ja pra, vëllezër dhe motra famulejtari, pa tërmirashi, bani kërkesën në emën të juaj, gjithë juve kandidatëve, që t'ju ndaj sakramentin e përforcimit dhe dëshmoj që ju jeni përgatitur. Dhe unë me gëzim pranoj t'ju ndaj sakramentin e krezmimit sot gjithë juve, por kur ne ndajmë sakramentet dhe ju kur i merrni sakramentet, atëherë merrni edhe përgjegjësi, sepse ju sot do të përforcoheni në fe. Sot pra, kisha kremton një nga festat më të mëdha të vitit liturgjik. Pra kremtojmë festën e Rrëshajve, ditën kur Shpirti i Shenjtë ka zbritur mbi apostoj dhe lindi publikisht kisha e Krishtit. Sot nuk kujtojmë vetëm një ngjarje të së kaluarës, por sot Shpirti i Shenjtë vepron përsëri ndër ne. Ai zbret mbi kishën e tij, mbi këtë bashkësi këtu në Tuz dhe në mënyrë të veçantë mbi ju, që sot po e merrni sakramentin e krezmimit. Në leximin e parë të veprave të apostujve kemi dëgjuar se apostujt ishin të bashkuar në lutje. Ishin ende në frikë, të pasigurt e të mbyllur. Por kur zbriti Shpirti i Shenjtë gjithçka ndryshoi. Frika u kthye në gëzim, heshtja në dëshmi, e dobësia u kthye në forcë. Ata dolën para botës dhe filluan të shpallin veprat e mrekullueshme të Zotit. Kjo është pra, vëllezër dhe motra, vepra e Shpirtit të Shenjtë. Ai nuk na le të njëjtë, ai ndryshon zemrën tonë. Edhe Ungjilli i sotëm na e paraqet këtë realitet. Nxënësit janë të mbyllur nga frika, dyert janë të ndryme, por Jezusi hyn në mesin e tyre dhe fjala e parë që ju thot atyre ishte paqja me ju, dhe menjëherë pastaj hukat mbi ta dhe ju thot merrni Shpirtin e Shenjtë. Sa do me thonë se ashtë kjo. Jezusi nuk a heq vështërsinë, por u a jep shpirtin e vetë,
që të mund të përballojnë gjitha vështërsitë. Ai nuk u premton jetën pa kryqe, por një zemër të mbushur me praninë e Zotit. Të dashur të rinj, sot edhe ju jeni mbledhur rreth elterit për të marrë vulën e Shpirtit Shenjtë. Ndoshta disa për jush ndihen të sigurt, të tjerë pa sigurt, disa me gëzim të madh, të tjerë me pyetje në zemër, por Shpirti Shenjtë zbret mbi secilin për jush ashtu siç jeni. Krezmimi nuk është mbarimi i fesë, nuk është diplomim për të larguar prej kishës, sikur që shumë e bojnë. Momentin kur e marrin krezmimin, largohen, mendojnë se kanë diplomu. Ky është sakramenti i përforcimit në fe. Përkundrazi pra, të dashur të ri, ky është fillimi i pjekurisë së krishterë. Është momenti kur ju vetë thoni, po, dua të jetoj fen time, dua të ndjek Krishtin, dua të jem dëshmitar i Ungjillit. Sot ju merrni përgjegjësi më të madhe për me qenë dëshmitar të Ungjillit Krishtit. Vetëm pak kalojmë në shpirt momentin të salloni i darkës mrame. Momentin kur mbi apostujt zbret Shpirti Shenjtë, ata i qelin dyert e asaj salle, atij salloni dhe dalin publikisht e shpallin lajmin e gëzueshëm. Ata se kanë konsideru se mritëm gjithçka, erdhi Shpirti Shenjtë mbi ne dhe tash kemi përfundu me kishën. Që ju njësoj merrni përgjegjësinë, me hap dyert e zemrave t'juja dhe me përhap lajmin e gëzueshëm. Ky është sakramenti i krezmimit. Jo me nej, pa mesh e pa Ungjill. Sepse shpesh bota e sotme ju thot edhe juve sikur edhe shumë trive tjerë se nuk keni nevojë për Zotin. Shumë gjana ju ofrojnë që janë kundërshtim me vullnesën e Zotit. A e bota shpesher ju premton lumturi pa të vërtet, liri pa përgjegjësi, kënaqësi pa dashuri, sukses pa sakrificë. Por zemra njeriut mbetet e zbrazët pa Zotin. Gjithë shka që bota ju ofron, por që dënë t'ju largon nga Zotin, zemra juj do të mbetet e zbrazët. Mon e men, zemra juj do të mbetet e zbrazët. E sot për mas me met zemra juj e zbrazët, jeni tu përforcu në fe. Për atë qëllim jam këtu. Mi ju përforcu në fe, mi ju ly me vojën e shenjtë të krizmes. Lejoni Shpirtin Shenjtë ta përforcon zemrën e juaj. Shikoni apostujt të dashur të ri, edhe ata para rrëshajve ishin dëpt, e pas rrëshajve u bon shtyllat kishës. Pse? Jo sepse u ban me njëherë të përsosën, por sepse ata lejun Shpirtin Shenjtë me vepru në ta. Ata lejun Shpirtin Shenjtë me vepru në ta. Edhe ju nuk jeni të thirrur të jeni me njëherë të përsosën. Jeni thirrur që t'ja hapni zemrën Zotit. Mja hap zemrën Zotit. Shpirti Shenjtë ju jep 7 dhuratat e veta, 7 dhantit e veta, urtin, dijen, këshillën, forcën, diturin, përshpirtrin, edhe frikën e të nxënë. Këto nuk janë të dashur të rinj ide abstrakte,
janë forca konkrete për jetën e përditshme. Janë forcë për një jetë përditshme. Pse po e tham këtë? Sepse urtia ju ndihmon të zgjedhni atë që ka vërtet vlerë. Kurse forca ju ndihmon të mos dorëzoheni para skeqës. Kurse këshilli ju ndihmon të merrni vendime të drejta. E përshpirtëria ju afron më shumë te Zoti atë. Këto janë dhuratat e Shpirtit Shenjtë. E sa shumë kanë nevojë të rinjt për këto dhurata, sa shumë keni edhe ju nevojë për këto dhurata. E që pra këto dhurata në këtë meshë të shenjtë, në këtë sakrament të krezmimit, ju dhurohen juve. E sa shumë ka nevojë familja për këto dhurata, shoqëria, edhe populli ynë. Gjithë kemi nevojë për këto dhurata. Kemi nevojë për një zemër të pastër, për besim gjallë, për guxim, për ta dëshmu Krishtin. Shën Pali, në leximin e dytë që dëgjuam sot, thot, dhuratat janë të shumta, por Shpirti i Shenjtë është i njëjti. Është i njëjti Shpirti i Shenjtë. Kjo do të thotë se secili prej jush është i veçantë. Shpirti i Shenjtë nuk i bën të gjithë njësoj. Ai nuk i fshin talentat tuaja, ëndrat tuaja, personalitetin tuaj. Përkundrazi, ai i shenjtron dhe i udhëheq drejt të së mirës. Njëri mund të jetë i thirrur të shërbejnë muzikë, tjetri për jush të shërbejnë ndije, tjetri të shërbej duke i ndihmuar njerëzit në nevojë e të varfrit, tjetri ndoshta është i thirrur të shërbej me lutje, tjetri me ndeshmëri në punë e në familje. Pra, këtu del në pa se kisha ka nevojë për secilin për jush. Për secilin për jush. Dhuratat janë të ndryshme, por Shpirti i Shenjtë është i njëjti. Por Shpirti i Shenjtë kërkon zemër të hapun, që thash edhe më parë. Këtë ashtu e kërku Shpirti i Shenjtë për jush, një zemër të hapun, zemrën e hapur, të gatshëm mi u dorëzu Shpirtit Shenjtë. Kurse në ndjekësorën e bukur që dëgjuam sot që e këndoi kori, kisha lutët, çka është e ftoft me flak rrethë, çka është e shtremt ëmbël drejtë. Kjo është lutja jonë sot. Kjo është fuqia e Shpirtit Shenjtë. Që Shpirti i Shenjtë të ndez zemrat tona të ftofta, të shëroj plak tona, të na jap guxim në kohë të vështira, të na bashkoj në dashuri e në paqe. Kjo është lutja e kishës. E të dashur prind, edhe ju nuna, kumar, ju falenderoj për dëshminë dhe kujdesin tuaj. Sot detyra juaj nuk mbaron, sikur që nuk mbaron edhe për këta me marrjen e sakramentit krezmimit me kishën. Për ju prind, detyra ju nuk mbaron sot. Fëmia ime mori krezmimin, jam në rregull deri se të vjen koha për martesë. Nuk mbaron detyra ju sot. Sepse të rit kanë nevojë për shembullin e juaj. Kanë nevojë shumë për shembullin e juaj. Ata nuk kanë nevojë vetëm për fjalët e juaja, por kanë nevojë për prind që lutën, që falin, që e jetojnë fen me gëzim. Kanë nevojë për prind që e jetojnë fen me gëzim. Kisha nuk ndërtohet vetëm me struktura, por me familje që e jetojnë Ungjillin.
në familje që jetojnë Ungjillin. Pra detyra juaj prind dhe nuna nuk merr fund sot. Keni përgjegjësi shumë të madhe. E tash, krejt mbarim, ju drejtohem edhe njëherë juve kandidatëve për krezmim. Edhe ju tham, mos keni frikë me kënd krishten, mos keni frikë me u lut, mos keni frikë me ardhë në mesh, mos keni frikë me dëshmu të vërtetën edhe dashurin, mos keni frikë. Shpirti Shenjtë, të cilin sot e merrni, dën me dëbu për ju frikën, pra mos keni frikë. Bota ka nevoj për rini që nuk turprohet se është i krishten. Nuk turprohet për Krishtin. Që merr guximin kudo që është me falënderu Zotin, me bën shenjën e kryqit, me dhon shembullin e mirë. Mi largu të tjerë prej veseve të këqija. Për fatkeq, ka shumë moshatar t'juj se kanë veset e këqija që e kanë shkatru dhe janë të e shkatru jetën e vetë. Edhe nëpërmjet drogës e veseve të këqija të tjera. Pra Shpirti Shenjtë dën që ju mos turpnuheni si jeni të krishten, edhe ata të mundoheni të përfshini për vete që me i largu prej veseve të këqija. Kjo është detyra e kishës, kjo është vepra e Shpirtit Shenjtë. Pra, këto rreshaj na mësojnë se ku Shpirti Shenjtë hyn në zemër, njeriu nuk jeton më vetëm për vete, ai bëhet dritë për tjerët. Për atë po ju them, lejoni Shpirtin Shenjtë hyn në zemrat e juaja. Kini me pa rezultatet. Kini me pa se si kini me u bë dritë për tjerët. Kini me pa nëse lejoni Shpirtin Shenjtë me hyn në zemrat juaja. Prandaj, sot ne lutemi që kjo kishte bëhet prap një sallon i darkës mrame, ku Shpirti Shenjtë zbret, që secili prej nesh të dalë prej këtij veni më i fortë në fe, më i përsosur në dashuri dhe më i gatshëm për me dëshmu Krishtin. E di se keni lehtë. A e dini si kanë qëndru apostujt deri në ardhen e Shpirtit Shenjtë? Dë bashkum në lutje. E kush i ka bashku në lutje? Zoja e bekume, si non qiellore. Prandaj, po ju porosis që mos ju metën borxhe dhe nonave. Lutni nonat e juja që t'ju mojnë tokë bashk me lutje, sikur që Zoja e bekume i mojti bashk të bashkum apostujt. Thuni nanës juj, na bashkon mbrëmje në lutje, sepse vetëm këtu do ta fitoni forcën. Vetëm këtu keni me fitu forcën. E ta shkrejt në fund, le ta bëjmë lutjen e kishës lutjet tonë. Eja o Shpirti Shenjtë, mbushi zemrat e besimtarëve të tu dhe ndeze në ta zjarrin e dashurisë sate. Tani do të fillojmë me ndamin e sakramentit të krezmimit. Tani kemi ripërtritjen e premtimeve të pagëzimit. A i binim okit djallit e të gjitha veprave dhe joshjeve mashtruese të tija. A besoni në hyjnatën e gjithë pushtetshëm krijuesin e qiellit e të tokës? A besoni në Jezu Krishtin, një të vetmin birin e tij Zotin ton, që lindi prej Marisë Virgjër, besoi dhe u varros, u ngjall se vdekuri dhe qëndron në të djathtë e Atit?
A besoni në shpirtin shenjtë, që është Zot dhe jetë dhënës, që sot, nëpërmjet sakramentit të krezmimit ju jepet juve në mënyrë të veçantë, siç u dha apostujve në ditën e rrëshajve? Besoj. A besoj në kishën shenjtë katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve të ngjallurit të trupit dhe në jetën e pasosur? Besoj. Kjo është feja jonë, kjo është feja kishës, është nder për ne ta dëshmojmë në Jezu Krishtin, Zotin tonë. Amen. E tani do t'jetë të vendosja e duarve. Shumë të dashur, t'i lutemi Kryetatit të gjithëpushtetshëm që të dërgoj mirësi shpirtin shenjtë mbi këta bij e bija të virësuara. Ata janë rilindur në jetën e amshushme në pagëzim. Ai do t'i forcoj me plotësinë e dhuratave të tij dhe do t'i lyjë që të bëhen më të ngjashëm me Krishtin, birin e hyj. O hyj gjithëpushtetshëm, ati i Zotit ton Jezu Krishtit, që i këri përtirë këta bije bijat e tu me ujë shpirt shenjtë, duke i liruar nga mëkati, zbraz mbi ta shpirtin tënd të shenjtë ngushëllues, shpirtin e urtisë dhe të kuptimit, shpirtin e këshillës e të forcës, shpirtin e dijes dhe të përshpirtërisë, dhe mbushi me shpirtin e druajtjes sate të shenjtë, në për Krishtin, Zotin ton. Amen. E tash do të vazhdojmë me lyrjen me vaj krizme. Sara, merë vullën e dhuratës së shpirtit shenjtë, paqja me ty, urime. Iva, merë vullën e dhuratës së shpirtit shenjtë. Amen. Paqja me ty, urime. Veronika, amatë. Veronika, merë vullën e dhuratës së shpirtit shenjtë. Amen. Paqja me ty, urime. Emi? Monika, merë vullën e dhuratës së shpirtit shenjtë. Paqja me ty, urime. Mirjana, merë vullën e dhuratës së shpirtit shenjtë. Paqja me ty, urime. Emi? Simona, merë vullën e dhuratës së shpirtit shenjtë. Paqja me ty, Simona. Urime. Tu je ti vetëm, në dim? Martina, merë vullën e dhuratës së shpirtit shenjtë. Paqja me ty. Urime, bravo. Florinda, merë vullën e dhuratës së shpirtit shenjtë. Paqja me ty. Gzohu kesh pak, urime. Manuela, merë vullën e dhuratës së shpirtit shenjtë. Paqja me ty. Kesh pak, urime, qashtu. Amanda, merë vullën e dhuratës së shpirtit shenjtë. Paqja me ty. Urime. Teodora, merë vullën e dhuratës së shpirtit shenjtë. Paqja me ty. Urime. Eva, Ema a Eva. Merë vullën e dhuratës së shpirtit shenjtë. Paqja me ty. Urime, bravo. Ana Maria, merë vullën e dhuratës së shpirtit shenjtë. Paqja me ty, urime. Denisa, merë vullën e dhuratës së shpirtit shenjtë. Paqja me ty, urime. Luiza, merë vullën e dhuratës së shpirtit shenjtë. Paqja me ty, urime. Agnesa, merë vullën e dhuratës së shpirtit shenjtë. Paqja me ty, urime, bravo. Helena, merë vullën e dhuratës së shpirtit shenjtë. Paqja me ty, urime. Leonora, merë vullën e dhuratës së shpirtit shenjtë. Paqja me ty, urime. Rina, merë vullën e dhuratës së shpirtit shenjtë. Paqja me ty, urime. Antonia, merë vullën e dhuratës së shpirtit shenjtë. Paqja me ty, urime.
Albina, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, urime. Liana, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, urime. Nora, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, Nora, urime. Anjeza, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, urime. Eva, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, urime. Liza, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, urime, bravo. Leona, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, urime. Martin, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, bravo, urime. Nik, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, Nika, urime, bravo. Martin, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, Martin, urime. Manuel, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, urime. Francesco, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, Francesco, urime. Aleksandr, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, Aleksandr, urime, bravo. Jozef, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, urime. Adrian, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, urime. Mateo, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, Mateo, urime. Alfred, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, Alfred, urime. Aleksandr, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, urime. Aleksandr, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, Aleksandr, urime. Florian, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, Florian, urime. Agran, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, Agran, urime. Leard, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, Leard, urime. Mateo, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, Mateo, bravo, urime. Damian, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, urime. Labeat, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, urime, bravo. Mattia, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, urime. Romeo, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, Romeo, urime. Gabriel, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, Gabriel, urime. Dion, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, urime. Nik, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, urime, bravo. Vinko, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, urime. Maria, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, Maria, urime. Hana, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, Hana, urime. Nikoleta, merë vullën e dharatës së Shpirtit Shenjtë, paqja me ty, Nikoleta, urime.
Vëllezër fort të dashur, të lutemi Kritatit të gjithëpushtetshëm, urata jon le të jetë e të gjithëve së bashku ashtu, sikur se kemi një fe, një shpresë, një dashuri, të cilat rrjedhin prej shpirtit shenjtë. Për kishën shenjtë për papën, i peshvin dhe meshtaret tanë, që të udhëhiqen gjithmonë nga shpirti i shenjtë dhe të jenë dëshmitar të gjallë të Ungjillit. Të lutemi Zotit. Për ne e bija të tua, të cilët të morëm shpirtin shenjtë, të jemi të rrënjosur në fe e të patundshëm në dashuri, dhe me jetën tonë ta dëshmojmë Krishtin Zot. Të lutemi Zotit. Për prindërit, nunat e nuneshat dhe familjet tona, që me shembullin dhe lutjet e tyre të në ndihmojnë të rritemi në jetën krishterë. Të lutemi Zotit. Për të rinj, sidomos ata që ndihen të humbur, të vetmuar apo larg Zotit, që të gjejnë shpresë, paqë të dritë në Krishtin. Të lutemi Zotit. Për bashkësinë tonë famulitare që e mbushur me dhuratat e shpirtit shenjtë, të jetojnë në bashkim, dashuri dhe shërbim ndaj njëri tjetrit. Të lutemi Zotit. O Ky, T'ju dha apostujve tu shpirtin shenjtë dhe deshe që ata dhe pasardhësit e tyre t'ua japin besimtarëve të tjerë. Vështroje lutjen tonë e vazhdoje edhe sot në bashkësinë e besimtarëve ato mrekulli që dashuria jote i përftoi në fillimin e predikimit të Ungjillit në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lutën e vëllezër dhe motra që flia ime dhe e juja të dale pëlqishme për aktivitatit e gjithë pushtetshëm. Zoti e trano flinë e kushtume dhe për duar tua, hajë dalë për lapën në minë të emrit të ti, si dhe për dobi tonë të marë kishë shenjtës ti. Ndëj po të lutemi o Zot, që si pas premtimit të birit tënë, shpirti shenjtë në zbuloj shefsin e kësaj flije,
E ti hap zemrat tona për ta kuptuar plotësisht të vërtetën në për Krishtin Zotin ton. Zoti qoftë me ju. Ti lartësojmë zemrat. Dhe falenderojmë Zotin hyjnë ton. Për një mendashpunë e denjë dhe e drejtë, është detyra jona dhe burim shpëtimi, të falenderojmë gjithmonë e gjithkund ty o Zot ati shenjtë hyj gjithkushteshëm dhe jamshuar. Ti për ta kryer plotësisht misterin e Pashkve, mbi ata që i kishe birëstuar nëpërmjet birit tënd, sot e ke ndikuar shpirtin shenjtë. Ai në vetë fillimin e kishës u azbuloj të gjithë popujve hyjnë e vërtet, dhe gjuhët të ndryshme i bashkojnë në dëshminë e një feje të vetme. Prandaj njerëzimin e mbar botën ngaldon me harën e plotë të Pashkve, por edhe fuqitë e epërme dhe pushtetet e ngjëllore e këndojnë himnin e lavdisate, duke thënë pa pushim. Më të vërtet, je shenjtë o Zot, burim i çdo shenjtërie. Ty pra po të lutemi, shenjtroj këto dhurata me kirin e shpirtit tënd, që të bëhen për ne, korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet mori bukën, të falenderoj e theu, u adhan zëndzve të vetë dhe tha, merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi im, që do të flijohet për ju. Po ashtu, pasi u krye darka mori edhe kelkun, përsëri të falenderoj, u adhan zëndzve të vetë dhe tha, merrni e pini të gjithë prej tij, ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjni këtë në për kujtimin tim. Misteri i fesë. Na po lajmërojmë vdekjen tënde o Zot, për shpallën gjallërit tënd, në pritjen të ardhurit tënd të fundit. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje e të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvojtni
që shpirti shenjtë në bashkojnë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të bjene më në Zot për kishën tane, shpërdam 4 andevotës, për sësë dashni, bashkë me papën ton Leonin, marë që i beshën ton të pranishëm rokun dhe me gjithë klerin tanë. Le të bjene më edhe për vlasë dhe tane motra tona, të cilë pushuan me shpresën gjallës, edhe për gjithë ata që vdiqëm shirën tane, pranoll ata në tritë e tërsate. Po të të mi, ki më shire për ne gjithë, që të bajnë pjestarit e pasosëm, me Marin Vjeshtë Linse, me Shjozefin fatin e saj, me shneta poste me gjithë shenjtit, gjithë herë pëlqyet që të madhët levdojnë, në prezu Krishtin, birim tanë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o atë këj gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shenjë, të qos do ndere lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. E tani gjithë këtu sa jemi zbashkot, ta themi oratën të cilën Krishti Zot na e ka mësu. Ati ynë. Në liro po të lutemi, o Zot, për të gjitha të këqijave, dhe për mirësin të ndën e paqen e ditë tona e në sajtë të mëshirës sate. Do të lirohemi për gjithmonë për mëkatit, e do të jemi të sigurt për çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume ardhen e shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Përse ty të përket bregtia të pushtetje në lumnia të shekuj. O Zot, Jezu Krisht, ti u ke thënë apostujve të tu, po ju le paqen, po ju ja paqen time. Mos i shiko mëkatet tona për fenë e kishës sate. Jepi asaj si pas vullnetit tënd paqe dhe bashkim, ti që jeton e mbretëron në shekujt e shekujve. Amen. Paqja e Zotit, qoftë gjithmonë me ju. Shenjtë paqe e pajtimit ja shtrim dorën njëri tjetrit.
ja qengji kyt, ja i që i shlyn me katët e botës, lum ata që janë të thirrur për gostin e qengjit. O Zot, nuk jam i lejtë që të ish manesën tënde, por thuaj një fjallë të vetme, e shpirti jem papër të shërbuar.
Të lutemi. O ky, ti adhuron kishës sate të mira qiellore. Ruaje hirin që ja dha, që shpirti shenjtë të veprojë gjithherë mes nesh, dhe nëpërmjet ushqimit shpirtëror që morëm të përparojmë drejt shëlbimit të amshuar nëpër Krishtin Zotin ton. Pozvodar shtulla një minut. Pozvodar në fund kësaj meshe që është mesha e krezmimit, kjo meshë gëzimit si çdo vit në famullit ton, tu falendërua edhe të madhin Zot se kena çdo vit një numër të mirë e shpresoj vjetëve më shumë krye pastri e treja që kanë marrë sakramentin e krezmimit. Falënderimi i parë shkon argjipeshit tonë Monsignor Rokut, që është i gatshëm çdo kohë, në çdo moment kurdo që ne thrasim mbarën famullit ton, e më veçan këtë ditë që është përdallë dhuratat e shpirtit shenjtë. Për të Monsignori Kallan e falenderoj shumë për një porosi që ka dhënë në predikim. Dua që ju, masi ti ikni pak për emocioneve, për një familjeve tuja, tu falenderoj Zotin që është të televizioni Bojën, televizioni ynë këto, të regjoni dhe herë porosin në arqipeshvit. Të regjoni shtëpiat tuja, të regjoni ju si të ri, të regjojnë edhe në unë neshat tuja, edhe prind tuj. Ta është në të ri, urime, dhurat e shpirtit shenjtë. Kjo është në forcë, kjo është në dritë, kjo është në gëzim në jetën tuaj të përditshme. Dini se këtë ardhmja varet për jush. Ardhmja malësis, ardhmja kishtë malësis, varet gjithmonë prej të ardhmës tuaj. Për arsye, mënojt jeni besimtar katolik të mirë. Mënojt jeni qytetar të mirë, edukoni ju, shkolloni ju, t'jeni jem e vajzat gëzuam, t'jeni mira ju e vetes tuaj, gëzimi jetës tuaj, t'jeni gëzimi familjeve tuja, t'jeni gëzimi i venit tuaj. Mënoni pra ditë mas ditet, t'jeni me vajzat forta, t'jeni me vajzat gëzuam, t'jeni me vajza që gjithmonë t'lidhun me Zotin e t'lidhun edhe me kishën. Gjithmonë du heqën e shdritun prej dhuratave, prej dhuratave shpirtit shenjtë. Kanë më ofrua që shtash dhe peshvi shumë rruga, por më starojmë rruga e të keqes nuk ka rëzgjidhë juj. Ikni prej gëzimit rajshë, ikni prej gëzimit drogës, prej gëzimit jetës pa vlefshme, ajo që banë gëzumë, por për kundër e banë skleven. E në Krishtin, shpirtin shenjtë, ju të me kenë, të lirë, gëzumë e të lumëtëm. Shpresoj të shohë çdo diell mesh, e të shohë ka rriti, ka gëzoni vetin tuaj, edhe herë pra shtash familjen tuaj, venin tuaj, e kishën tuaj. Ta ashtun prin mjetë gjatë fëmija juaj, ta ashtun nuna nesha, po ashtu mjetë gjatë famujt e famuleshat tuja. Sigurisht e gjithmonë është një emocion i bukur kur ju zgjidh dikush nun, e ju zgjidh nesh. Munoni me fjalë tuja, t'ju dhesni të atri sa ma mirë rrugën e Zotit. E në rrugën
që shtojmë në armëtësort rrugën e njerëzimit. Lajmërimet e famullisë. Martën 27 ka më thënë një mesh Kishtuzit për shpirt dhe Martinoshit, Norzgjonit, Luzgjonit e gjystë të Markës u i ka në ora 5 masdites. Shtunë me 30 ka më thënë 3 mesh, e parën Kishtuzit për shpirtin Rokleks, Junç në orë 12, e dy Ndushiq për shpirtet vdekurit familje Xhirosh Pralit Sinishtaj, e në ora 5 masdites më fali, dhe i treta në Kishtuzit për shpirtin e Franoshit Berisha në ora 7 mrames. Tanë 25 fillon katekeza për ata që dur me marrë kunorën e shenjtë martesë. Këtë vit shumica sigurisht janë lajmërua. Pra me nesër në ora 8 fillon katekizmi i çiftave që do me mu kunor, e shpresojmë se këtë vit kena sa më shumë familje të reja. Pra me se të ranë ka me kënë rëfimi i prindve të fëmijëve që të kanë marrë kukimin e parë për orës 4 dhe ora 6 masdites. Lusë të prind pra që të vinë, të kukohen, të rëfehen, të kukohen adis bashkut me fëmijët e tyne. Dirë me 31 ka me kënë në ora 6 masdites edhe kukimi i parë. Prej pra që është kësaj djile, me ishtë dhe përshtanua ka me kënë në ora 9 e në ora 6 të masdites. Pra dhe përshtanua ka me kënë me ishtë orës 12 ka mu spëstua në ora 6 të masdites. Pra gjatë ditë djelave. Shpalët martesore, Wilsoni i gjeksion që e prej drumet, merë Moniken e dozë ujkaj prej së kruqit. Antoni Gjek Smicaka prej Tuzit, merë Adelinen e Seadit Ahmetaj prej Hercegnovit, kush dhe një prenges, ashtë dhe rumë mrua zyren famulitare. E tash bana, pas motë kërkoj edhe pak durim, tash gjithë kresimumit ka në marë pra edhe dhuraten që e ka në gjithë bonë fon u bajtirësht, edhe pak durim masja dita e të nësot. Filë masit marim dhuraten, masit marim bekimin për arqipeshvit, gjithë shkojmë para kishet e bajmë një foto për bashkët. Dion Kalaj. Anjeza Ujkaj. Bane një foto. Labeat Gjelaj. Helena Samaj. Leona Dreshaj. Eva Samaj. Nora Rukaj. Hana Prenkočaj. Nik Ivezaj. Gabriel Nikaj. Romeo Camaj. Matias de Vukaj. Rina Gjelaj. Leonora Lajčaj. Mateo Gojčaj. Leart Gjelaj.
Agron Gojçaj, Vjana Ivezaj, Vinko Dukaj, Luisa Gjonaj, Florian Berishaj, Anjeza Luzgjonaj, Antonia Camaj, Manuel Stanaj, Andrian Nikolaj, Manuela Dukaj, Martina Nuculaj, Aleksander Sinishtaj, Damian Sinishtaj, Albina Dedvukaj, Amanda Sinishtaj, Aleksander Dedivanaj, Nika Gojçaj, Francesco Camaj, Florinda Lucaj, Denisa Dušaj, Nikela Prenkočaj, Veronika Bojaj, Teodora Kalaj, Sara Camaj, Simona Sinishtaj, Adriana Berishaj, Jozef Djokic, Martin Junčaj, Monika Bojaj, Maria Djokic, Martin Ivezaj, Iva Camaj, Matea Lëgjuraj, Mateo Lëgjuraj, Eva Papaj, Aleksander Gjokaj, Ana Maria Plumaj, Alfred Vulaj, edhe Linda Dedvukaj.
Zoti qoftë me ju. Ju bekoft ky ati gjithëpushtitshëm, që nga ujë dhe nga shpirti shenjt ju bëri të rilindni si bijtë dhe bijat e tij të adoptuar. Ai ju ruajt me dashurinë e vet atrore. Ju bekoft Jezu Krishti, biri i tij vetëm, që i ka premtuar kishës së tij praninë e përhershme të shpirtit të së vërtetës. Ai ju forcoft në shpalljen e fesë së vërtetë. Ju beko shpirti shenjt që ndezin e zemrat të nxënësve zjarrin e dashurisë dhe ju mblodhi së bashku. Ai ju shoqëroft në gëzimet e mbretërisë qiellore. Dhe të gjithë ju që keni marrë pjesë në këtë kremtim, ju bekoft ky i gjithëpushtitshëm Ati, e Biri dhe Shpirti shenjt. Edhe njerit pra urime gjithve, sakramenti i kretëbimit, tani jeni përforcuar në fe, jetoni të fort në fe. Urime familjeve, prindve, nunave, edhe gjithë famillisë, urime patërmirash, motrave, edhe gjithë atyre që ju kanë përgatit për sakramentin e përforcimit. Patërmirash i tha që jam i gatshëm gjithmonë me ardhë këtu, unë vërtet me shumë gëzim vi këtu në këtë familli, si edhe në çdo familli tjetër, por edhe me shtin fakti sepse unë këtu kam pa që këtu në Malëcit Madhe jetojnë njerëzit besimtarë që e duan kishën edhe që e duan kombin. Për këtë jam bindë edhe kur isha edhe në Amerikë, në Australi, kam pa edhe ata flasin për këto troje, për këtë vend. Prandaj ju lutëm që të vazhdoni me dash shumë kishën, edhe të vazhdoni me dash shumë kombin. Vazhdoni me dash. A juve krive, po ashtu ju lutëm që të merë një shembull pikërisht këtu prej prindve t'juje, prej gjyshve, stërgjyshve, që të mësohi shumë me dash kishën. Kjo kish ashtë e juja, këto troja janë t'jujat, edhe kështu duhet gjithmonë t'i qmojnë. Këto janë t'jujat, janë tonat, edhe kështu duhet t'i qmojnë gjithmonë. Ju për cilë gjithmonë bekimi Zotit, ashtu që kur që ju thash në predikim, hapnja një zemrën shpirtit shenjt, e do të shifni se si do shëjtëran jeta juj. Shkonin e pace, aleluja, aleluja. Pra fill shkojmë para kishit në të kryzmomi dhe nune nuneshe, për indi keni pas kemi gjithë fëmijët atje për para kishit.